Po, do më thënë, i vetëmi gazetar isha unë, i vetëmi gazetar se tjerë ishte qytetar që po bënin video me celular për pasionin, nuk e di, po thjesht ishin duke bërë video me celular. Qartë. Në ndërkohë, në të njëjtin moment, u qellua dhe nga taraca e kryeministrisë, pra nga kendi i kryeministrisë që ishte më afër me, nga taraca, u qellua drejt nesh, pra flaka e armës vinte dhe nga sipër, pra nga sipër qelloi me pistolet dhe nga poshtë qelloi me një automatik të shkurtër. Po. Dhe ai moment, të lutem Fatos, nëse e rikujton dhe e risjell për ne, ai moment kur ty të preku plumbi. Atëherë unë isha në të momente kam qenë thjesht duke thënë që, domethënë duke transmetuar që po qellohet nga të gjitha anët këtu dhe më thënë të drejtën pata një goditje në dorë dhe dorën e kisha bllokuar veshin për të mos hyrë edhe zhurmë, po. Zhurmët, për të larguar zhurmët, që bllokuar veshin dhe me telefonin, domethënë për të kapur zërin, ndërkohë domethënë isha kamerat që po më transmetonin ishin rreth 5-6 metër larg, kamerat e televizioneve, po në ato momente disa ishin të kthyer nga ana ime dhe disa ishin të kthyer nga ana e kryeministrisë. Pra ishim në një lloj momenti duke thënë që diçka po ndodh, dhe mua më ndodhi diçka. Po nuk arrita ta merra vesh sepse po mbushesha me gjak dhe nuk po arrija ta kuptoja që në dorën ku kisha marr plumbin, kisha vetëm një vrim hyrëse të plumbit dhe nuk e dalloja dot që ishte domethënë plumb apo ishte diçka tjetër sepse mbas meje trumbu i pishës, pas meje u qellua nga breshëria e plumbave dhe u shpërndan ato ashklat e drurit. Dhe mendova mos kish goditur në një nga ato ashklat dhe nuk arrija dot ta konceptoja. Pra ka qenë kaq shumë afër kokës tënde, pjesës. Pastaj speakeri, do të thënë kolegu më thotë që Fatos ruaj veten dhe largohu që këtej dhe atë bëra, u largova dhe duke u larguar dhe duke përdredhur rreth platformës, atëherë i ndjeri Kurandeta që koka e tij ishte ngjitur me mua dhe unë e pash momentin kur atë e goditi plumbit, domethënë kisha 10 cm larg, e dëgjova dhe zhurmën dhe e pash si u godit. Do më thënë dhe aji u rëzua dhe unë i kapërcela këmbët ati, do thëmë në momentin dhe sepse të gjithë po kapërcelin bitë, do më thënë dhe unë vazhdoja akoma të isha në live. Pra ti, Fatos, ti e ke asistuar, pra e ke parë nga afër momentin tek i cili është qelluar e Kurandeta? Po, kisha 10 cm, është 10 cm, do më thënë e pash, e kisha shumë gjitur, do më thënë, 10 cm ishte syri im nga vëndi ku ai mori plumbin. Qartë, po kam përshtypjen ky moment teksa ti ishe qelluar në dorë, teksa ti sheh dikë tjetër që fatkeqësisht qellohet edhe humb jetën një protestues të pafajshëm që ka dalë për të kërkuar të drejtat e tij në atë protestë. Pra teksa ti ke këto dy incidente, kam përshtypjen që është një shok i madh dhe traumatik i cili të ndjek për një kohë gjatë. Me thënë të drejtën, si gazetar kronike kam kaluar shumë ngjarje të tilla, domethënë edhe nuk do të kthehem, unë jam i vetmi gazetar i kronikës në Shqipëri që kam asistuar në Gërdec me grupin e hetimit rreth një muaj dhe të thuajse të gjitha fobat e Gërdecit më mbrapa i kam parë një nga një. Nuk është se më bën ndonjë lloj përshtypje kjo sepse puna e gazetarit e tillë është. Kemi pasur ngjarje me ngjarje të tjera, nuk do të themi që domethënë jemi njerëz të ndjeshëm apo të pandjeshëm, por do më vinte thjesht vetëm mirë që kjo ngjarje të merrte ndëshkimin e dur. Nuk flasim më për zbardhjen e Sinjanari. Sinjanari është i zbardhur që nga momenti kur ka ndodhur 25 kamera televizione shqiptare që i kanë transmetuar live vrasjet. Kaq mjafton për të thënë që nga erdhën plumbat që u qellua dhe qytet. Pa ngjarja është e zbardhur. Për të vënë drejtësinë në vend, e qartë. Fatos, faleminderit shumë. E vlerësoj shumë që gjetë kohën dhe patëm këtë bisedë bashkë. Fatos, faleminderit. Të urojmë gjithë mirat. Çdo të mirë. Okej, shumë patjetër është një nga ato ngjarje që shënjon vendin tonë dhe sidomos njerëzit që kanë përjetuar një ndërta që ishte edhe Fatosi, pra raportim live, ti je edhe të gjakosës, shikosh edhe njerëzit aty, ndërkohë ka qenë e jashtëzakonshme ajo që ndodhi dhe mënyra se si është menaxhuar nga ata që duhet edhe të asistonin tek të tjerët që ishin të plagosur. Por në këtë moment do t'ikim pak në reklama sepse ai ka ardhur. Ja doli të përballoj gjitha të trafikun. E kaloi shiun, breshrin, gjumin, trafikun, çdo gjë të mundshme dhe erdhi. Ja, për kë bëhet fjalë pas pak. Shumë pak.